të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqiton dënim me burkim përjetshëm në emër të popullit, merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Murseli me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform me 364 të kodit të procedurës penale, është pajtuar për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rrëmë nga linji 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me neni 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Gjykata, në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe lienjeve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqiton dënim me burkim përjetshëm